Si menaxher është që ta futbollist kualitativ të ri nga Kosova t'i çoj në kampionatin kroat ose edhe në atë sloven. Mirë po normalisht që kampionati më i miri që të gjithë e dinë është kampionati kroat, sepse nuk është shumë i fortë, nuk dallon shumë as nga ana mentalitetit me neve. Po një sezon e mirë, për shembull edhe Mirlindi vetë din se Mirlindi ka luajtur edhe në Kroaci edhe në Sloveni. Edhe një sezon e mirë në Sloveni ka ndodhur që ja ka ndrru krejt karrierën e tij. Kështu që ky është edhe qëllimi im, që të gjithë futbollistët prej Kosovës t'i transferoj në këto dy kampionate. A kemi ndonjë lëvizje po, ata i kemi publiku, po diçka se s'është bërë e ditur dhe mund të japim si lajm ekskluziv diçka? Unë jam menaxher pak më ndryshe pi tjerëve, kam qef më pak me fol edhe më shumë me punu. As nuk them asnjëherë që kam oferta ose jam duke fol me këto me ato, kam shumë qef, edhe me punu në heshtje. Ose ndonjë që është ofër? Ofër nuk është, po jam të punu me një super talent nga Kosova për me qu në Kroaci.